Doktor Agron Abrashi, i cili jeton dhe punon në Zvicër, çdo muaj vjen në Gjakov për të punuar vullnetarisht një javë me pensionistët, por përveç pensionistëve, doktor Abrashi ofron këshilla dhe ndihmë mjekësore edhe për persona të tjerë. Jam shumë të kënaqur dhe shumë falënderuese, deri tash kam marrë mjaft komplimente për kohën që po kushtoj dhe do të thonë këshillat mjekësore dhe terapeutike që jap disa që i bin nga Zvicra, personalisht për ato që nuk gjenden këtu në Kosovë dhe trajtimin që i bëjnë në mënyrë të rregull për çdo 2 muaj vinë nga Zvicra dhe punojnë një javë. Do të thonë për pensionistët, por jo vetëm për pensionistët, e kam orarin e caktuar 6 orësh, po edhe 2 orë tjera ju përkushtoj, domethënë, moshave tjera dhe pacientëve tjerë. Sipas tij, suksesi i shërimit varet nga bashkëpunimi mes mjekut dhe pacientit. Një pjesë janë shumë të kujdesshëm dhe shumë disiplinuar dhe i marrin terapinë me rregull, kurse një pjesë tjetër, domethënë, nuk përmbahen rregullave dhe unë e kam treguar të qartë se ne jemi partner në një anije, nëse ngrejmë në një drejtim, atëherë do të përparojmë, por jo atëherë do të mngecim në vend numëro, për arsye se nuk mjafton vetëm një mjek i mirë, terapeut i mirë, po duhet edhe pacienti të përballet, kjo është 50-50%, po su përmbajt këshillat e mjekut edhe terapisë, domethënë faktikisht ajo kot është gjithë ajo punë dhe angazhim. Doktor Abrashi e sheh këtë angazhim si detyrë morale ndaj vendlindjes, duke theksuar se ndihma ndaj të moshuarve sjell kënaqësi të dyfisht. Po është kënaqësi e veçantë për arsye se ata që dhurojnë gëzohen 2 herë në krahasim me ata që marrin. Kjo është parimi themelor i imi që të jap, po mos marr asgjë përveç domethënë falënderimit që dhe minjorës që ata kanë për një punë vullnetare, edhe të them drejtën, kjo është një drejtë, domethënë, edhe një obligim moral i yni për si gjakovarët që jam shkolluar dhe jam rritur këtu dhe kanë kaluar një feminitë të lumtur, deri një përderisa kam shkuar në Zvicër. Mes tjerash, doktori Abrashi theksoi se do të çndrojë në Gjakov për t'ju ofruar këto shërbime vetëm edhe 2 ditë.